Përshëndetje miq. Pra pas ka dalë gonja ka gangsterja PDK-s me lip vot, më fani, e tuj ofendu kryeministin tonë. Shkoj. Dhe ju duhet të mësoni se si të identifikoni politikanin mashtrues. Përket ndishni videon vazhdim. Pra ne jemi të interesuar që kryeministri i jashtëm i Republikës Kosovës të friksohet krye prokurorit edhe televizionit publik. Patjetër. Jo kundërta. Ky është njeriu i cili dëshiron me çdo kusht ta marrë pushtetin. Ndiqni se çfarë thot kur bie pushtet. Ja, unë nuk i fregora prokurorisë hiç, unë koftum me ardh pa ta potutën me ardh. Patjetër. Ky është lloji i politikanit mashtrues tipik. Prandaj mos ja beso të ardhmen tënde, mos ja beso të ardhmen e fëmijëve tu, mos ja beso të ardhmen e Kosovës. Prit. Dëgjoni mi të dashur për çfarë tardhme po fol kjo. Shikut Kadri Veseli me ministrin e integrimeve Vlora Qitaku e me kryetarin e Skënderajt Samir Ushtaku. Në bisedat intime disa minutëshe të këtyre zyrtarëve të lartë të PDK-s herëherë përdoret një fjalor me plot sharje, tallje e ironi për ngjarje e personalitete, në qendër të cilave është edhe kryepa. Nuk pelo më shumë. Gane e pate fjallin për qëta, për qëtë kryeministër. Edhe s'po dhe me fuq të di shumë mirë që ka thot të që ka thojnë. Qëfar pazar është bojnë. Për bugjete për ato, shtyjet datën, bërën datë me të 20-ën. E di shumë mirë. E ti po del po fol, ti po jep moral. Ti o je pa cip. O je pa ftyr. Runa zo. Inshallah ti bjen zoti do menë se pasha zoti probleme ki. Jo ti, po këtë për të kja këni problem nëse vazhdoni me qitë Allah si për para. Harroni këto sene, harroni ajnin, harroni u që kënë. Jo me harru që kënë kështu, po e kom fjallë për politik, musulman politik. Më shef asajna. Po dilë të regoni që kryeministri, jonë, që është ka vonë. Miq, e patë edhe jo, se me qëfar më borke. Ju dua shumë. Opozit, like share,